Për ekspertin e kriminalistikës Ervin Karamuço, ardhja e Obdat në Shqipëri është një mbështetje ndaj SPAK. Mëtej eksperti vijoi duke thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të reduktojë fondet që luftojnë korrupsionin dhe krimin e organizuar, sidomos në Ballkanin Perëndimor. Sa kaq për Karamuçon, pritet të ketë zhvillime të mëdha në sferën politike. Janë të njëjtë emra, me të njëjta dije dhe asistencë. Vjen si pasojë e një deklarate sepse politika amerikane ka shumë oscilacione, i cili ka thënë se nuk do të reduktojnë fondet që luftojnë korrupsionin dhe krimin e organizuar, sidomos në Ballkanin Perëndimor. Do të jetë një kthim i shpejt para zgjedhjeve. SPAK-u tregoi një pjekuri se edhe pa Amerikën kreu goditje në një nivel të paparashikueshëm. Ishte tregues për partnerët tanë që ne mund t'ja dalim edhe vetëm. Këto nuk janë si bonuse për të përfituar asistencë, të shohësh prezencën e tyre aty ku ka një reagim. Nuk duhet ta kemi këtë, që kur janë amerikanët ndodhin disa gjëra, kur nuk janë nuk ndodhin, do të ketë zhvillime të mëdha. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.